2010 dhe edhe pse ka kushtuar rreth 26 milion euro. Ky incinerator është jashtë funksionit, le të themi, që prej vitit 2017 kur edhe është hapur, teksa gjatë gjithë vitit incineratori operon rreth 700.000 euro, të cilat këto, le të themi, shkojnë vetëm për mbledhjen dhe grumbullimin e mbetjeve, duke qenë se nuk e kryen funksionin e vetë të incinerimit. Deri ditën e djeshme, kur edhe zjarri nisi, ajo që mund shihej që nga pjesa e Jagodinës apo edhe nga qyteti i Elbasanit ishte thjesht një grumbull i madh mali me plera, të cilat dita ditës lijonin dhe shtoheshin, ku nga muaj në muaj duke se plerat vetëm të fishoheshin dhe sasia e malit plerave në zonën e Brandasheshit praktikisht në sjellin pas shpinësime, vetëm vinte dhe rriti duke shkaktuar kështu një ndodhje të paparmjetësore, ku vetëm ditën e djeshme flasje dhe zjarri, i cili mori me njëherë për masat me njëherë shëndet të frikshme. I qartë. Do doja të dija pak, Margarita, se sa forca zjarr fikse janë tashmë në terren me kapacitet të plot nga Bashkia e Elbasanit, dhe nëse është dashur apo jo ndonjë grup tjetër ndoshta për të udhëtuar nga Tirana dhe për t'ju ardhur në ndihmë për të mundur shuarjen e flakëve të zjarrit. Në fakt që prej nisjes së zjarrit, kur u pa se situata ishte jashtë kontrollit, në fakt jo vetëm trafikët e Elbasanit, por dhe ato të Librazhit, Serikut, Bramshit, Preqinit, pra të gjithë qarkut e Elbasanit, kur jo vetëm kemi pasur edhe ndihmën e trafikës nga Berazi, nga Tirana, të cilat kanë ardhur dhe kanë asistuar jo vetëm me ujë, por edhe me shkumë, duke qenë se efektova pak më parë, siç në reagimin e tij ditën e djeshme dhe drejtori i përgjithshëm i trafikës, këto mbetje urbane janë një ndër më të vështirat për të shuar, dhe siç duket deri më tani situata ka më shumë se 17 orë që vijon të jetë kritike në zonën e lagfillit, ku dhe flaka u përhap me shpejtësi të madhe, dhe siç duket pas shpinës time, shtollungat e tymit kanë mbuluar të gjithë zonën, duke përfshirë këtu fshatin e Jagodinës, Bujqësit, duke shkuar në Serikut dhe duke përfshirë kështu edhe qytetin e Elbasanit, që prej orës 5:10 të pasdites së djeshme. E qartë. Ndërkohë nga ana tjetër, do doja të dija pak nëse ke arritur të komunikosh me banorët e zonave që jetojnë aty pranë, Margarita. Çfarë kanë thënë për media, apo ndoshta edhe jashtë mikrofonit, për të kuptuar më shumë edhe në lidhje me qasjen që ata kanë përballë një problematike të tillë që në fakt ju ndikon drejt për së drejti në aktivitetin ditor dhe në jetesën e tyre? Kjo është ndër zonat ku ndodhemi, që kanë ndotjen më të madhe mjedisore, është zona e Brandasheshit. Në fakt, banorët fatkeqësisht janë mësuar, le të themi, me këto ndotje masive, këto le të themi krime mjedisore që ndodhen për pasqyrë në zonën e lagfillit të inceneratorit të Elbasanit, por situata dhe për banorët vijon të mbetet kritike. Jashtë kamerave banorët kanë komunikuar dhe janë shprehur se është një situatë e papranueshme për ta ka fëmijë në këtë zonë, të cilat preken drejt për drejt, dhe mund të themi që banorët janë shprehur se që për ditës së djeshme kanë pasur dhe probleme në frymëmarrje për shkak të ajrit të ndodhur dhe ndotjes masive që ka prekur të gjithë zonën, por jo vetëm këtë zonë e themi tymi është përhapur edhe më tej. Ajo që dua të theksoj është se deri më tani dhe themi interesuar nuk ka pasur një informacion për shkakjen e ndodhjes në ambient nga drejtoria e mjedisit. Le të themi jo vetëm në këtë zjarr i cili ishte vërtet një katastrofë mjedisore, por edhe në zjarret e ndodhura që prej vitit 2023, për të cilët ky incinerator dhe Eko Elbe, e cila është shoqata e cila ka përsipër incineratorin e Elbasanit, janë në hetim, ku jo vetëm më larg se javën e shkuar 10 zyrtarë të bashkive të qarkut të Elbasanit, të 7 bashkive dhe antarët të Eko El janë marrë në pyetje nga oficierët e policisë gjyqësore lidhur me këtë çështje dhe për zjarret të cilat janë në hetim që prej vitit 2023, për të cilat nuk ka ende një shpjegim apo një arsye se pse kanë ardhur këto zjarre ndaj, edhe pse situata është në hetim, edhe ky zjarr i ditës së djeshme nuk dihet ende shkaku i zjarrvënies, nëse është e qëllimshme ashtu siç pretendohet në fakt, apo ka qenë një zjarrvënie e
e ardhur nga kushtet atmosferike dhe nga mbetjet që ndodhen në landfill. Në fakt, ditën e dieshme situata ka qenë kritike duke pasur dhe shpërtimet e herpashershme njëkohësisht me zjarrin i cili vijonte të përhapej me shpejtësi. E qartë. Mirë, të falenderoj shumë Margarita për gjitha këto informacione që na përcollë, sapo të kemi